Dorënish. Hajde. Në bal. Ka rëfer në lijet me mrejt tokën e zyshit. Qyre me faktin. 12 vjetë. Qyre tjetin nuj. Qyre djali ri. Pa dalë aty, doshin me marë. Qyre. Qitën media. Ta në botë ata shohi. Morë qatë një. Jene shumë. Mos më ka të mua. Nuk ka prekën me dorë. Nuk ka Hajde, man. Kumbara, një. Kumbari. E dyti, është nga Puka, e ka emrin Naim Ahmetaj. Unë kam kujtujtë në fakt, gjatë aty në hetime që kam bërë me avokatët e mi, kam kujtujtë se ka kushri atë Ahmetin që ka ikë. Po jo, faktikisht ky ishte nga Puka. Dhe ky ka 35.000 metra katëror këtu. Dhe është pronar. Pra ka një përqinje prej 35.000 metra katëror. Kjo është e sakt, i thëm prokurisë që të bajnë hetim. Dhe ky ka qenë kyçi, se ky ka punuar në Puk drejtor hipoteke. Dhe ky e ka sigurua se si të bëhet vërtetimi i pronësisë i falsifikuar. Duke mos shënuar as emër, as gjë, duke shënuar vesh një firmë. Ku vula që sot dokumenti i pronësisë se Fatmir Shpellzes ka të vitit 2002. Pra, pullën e vitit 2002. Pra, nuk ka pullën e 97-ës, por ka pullën e vitit 2002. Pulla e vitit 2002 dhe pulla e vitit 97 ndryshojnë si dita me natën. Kjo është kur ka dalë 2000 lekë, kur e din prokuria, kur ka dalë 2000 lekë, 2000 lekë, sepse ka pullën 2000 lekë. E din se çfarë vitit ka dalë 2000 lekë shqiptar. E din prokuria. Aty ka pullën në 2000 lekë, e ka rahat shumë, ta vërtetojmë. Aq më tepër, sot hipotekusi Arbin Selim Kopliku, unë kam pyet vetë dhe më ka thënë që në 98-shin kam marrë detyrën si drejtor hipotekues, si regjistrues i hipotekës së rrethit të Shkodër, ku e kam mbajtur deri në vitin 98. Shumë bukur. Në 97-ën ky ka qenë punë. Të pyesim prokuria nëse ky person ka marrë dokument aty ajo. Nëse ka marrë, po, dhe pse? Se Arben Selimi Kopliku nuk e ka shënuar si tek dokumenti im i pronësisë hipotekuesi Arben Selim Kopliku. Dhe dyta, firma, se ku jashtë. Ai më tha që kjo firmë s'është imja, atë person nuk e kam pa, deri në 98-ën kam qenë unë drejtor, në 98-ën jam larguar, më tregoj edhe situatën se si ka qenë situata, edhe gjitha këto ja them prokurisë që të jetë i vëmendshëm në gjatë hetimit. Hajde më shëndet. Unë sot këtu jam në cilësinë e përfaqësuesit të institucionit të avokatit popullit dhe kam ardhur të dëgjoj problematikat e qytetarëve dhe të marr informacion mbi çështjen nga afër. Institucioni i avokatit popullit është institucion kushtetues, që mbron të drejtat dhe lejetën me lojë të qytetarëve
në raport me veprimet e rregullta ose pa ligjshme të administratës publike dhe të tretëve që veprojnë për llogaritë të saj. Që do të thotë, këto qytetarë që kanë pretendime duhet të kenë gjithë dokumentacion përkatës, njëkohësisht do shohim dhe kompetencën tonë për të ndërhyrë qoftë për të kërkuar organeve publike për të paraqitur pretendimet e tyre në lidhje me akuzat që kanë qytetarët. Institucioni Avokatë i Popullit bën hetime administrative dhe më pas do dalim me konkluzionet tona. Lidhje me çështjen e fjalës. Si e komentoni ju, si paraqitet situata? Situata paraqitet goxha tensionuar, qytetarët po protestojnë për një drejtë të mbrojtur në kushtetues, siç është e drejta pronës, e drejta për transparencë, e drejta për të gjesë publike, si dhe e drejta për të protestuar. Institucioni Avokatë i Popullit është institucioni garant i cili i mbron dhe ka misionin kushtetues për të garantuar të drejta. Faleminderit. Va televisione, a televisione. A televisione. Nuk vim bërësiesh nga këto. Duhet nëse s'bën me përdorë fortën ju. Ura ka gjashë më shikoj të na marr me tyr. Po, folin marketing të rrin policia me. Hapë rrugën, kena dalë rrugën me intershtëpi. Hajde, kam dalë rrugën e spitallit. Kena dalë rrugën ty. Kush jete? Kush jete? Kush jete më se më dalë rrugën? Çfarë dalë rrugën? Çfarë të thonë? Kush jete? Mos me preka problemin me mos i vini tani punë tonë sa preka gjë. Pa të shpun me ti. Ata po dorë zonë me pasë po. E kanë me këta legjenda të bashkimit, e të Beçanit. Nuk u shkojnë marketa me juaj. Ka zani shojnë këto. Të sa vjen ti ata? Për çfarë vjen ata legjenda? Po ti do. Ju kanë bërë për ti punë me pengu këtë punë ata. Ai më të kesh. E nga e që pagu juve. Se me ju ardhë ju, i lukve e marrë shpit tuj, qitë një flaken, e jo marrë me ju marrë token e gjyshit. Ne largoni me prej këtu, po që shojmë.
Gdje pora? Mam bojt, më pjesë unë doktor e kam shku. Bojt, mre. Thank you.